Ky shpjegim nga Sheikh Imran Hossein thekson dallimin me sistemit të kohës të krijuar nga Allahu dhe sistemit të korruptuar që përdoret sot, duke ju referuar burimeve, pikat kryesore rreth kohës së shenjtë dhe kohës sekulare. Dallimi themelor i kohës. Leksioni bën një dallim thelbësor mes kohës së shenjtë, të krijuar nga Allahu, dhe kohës sekulare. Allahu dha hënën për të llogaritur vitet dhe për të llogaritur kohën. Numri i muajve me Allahun është 12, një rregull i caktuar që kur ai krijoi qiejt dhe tokën. Për këtë arsye, muaji i Zotit përcaktohet nga një hënë e re deri te hëna tjetër e re. Megjithatë, sot, asnjëra prej këtyre gjërave nuk merret parasysh. Korruptimi i sistemit, kufër, sistemi i kohës së shenjtë është shkatëruar, gjë që i atribuohet Antikrishtit, Dexhallit. Ky transformim i kohës konsiderohet si një rrugë drejt rritjes së vazhdueshme të kufrit, mosbesimit. Korruptimi i kohës përfshin një viti. Viti i ri nuk përcaktohet më nga 12 hënat, por nga një sistem diellor. Kalimi në kalendarin diellor kërkoi që 9 vjet të shtoheshin 300 viteve hënore, një veprim i atribuohet Dexhallit 2. Muaji. Askush nuk kujdeset më për hënën e re për të përcaktuar muajt si janari apo shkurti. Për më tepër, arabët pagan fillimisht e korruptuan sistemin hënor duke shtuar një muaj shtesë çdo 3 vjet në përpjekje për të rregulluar vitin hënor me stinët diellore. Dita e shenjtë dhe ora elastike. Profeti thoshte se dita përbëhet nga 12 orë, jo 24. Historikisht, dita përfundonte në perëndim të diellit. Megjithatë, Dexhalli arriti t'i bindë njerëzit e ditur që ta braktisin këtë dhe të pranojnë si zëvendësim krejtësisht të çmendur që dita të përfundojnë në mesnatë, ndryshe nga orët mekanike që janë matematikisht të barabarta. Orët e shenjta janë elastike, që do të thotë se gjatësia e një ore mund të ndryshojë nga dita në ditë. Kthimi i kohës nga diçka shpirtërore dhe e shenjtë në diçka mekanike është abuzimi përfundimtar i kohës. Pasojat shpirtërore. Abuzimi i kohës ka pasoja të thella shpirtërore. Shpejtimi i kohës. Profeti Muhammed s.a.w. paralajmëroi se koha do të lëvizë më shpejt, saqë një vit do të kalojë si një muaj dhe një muaj si një javë. Mungesa e harmonizimit. Nëse njeriu e percepton kohën duke lëvizur shpejt, kjo tregon privatisht se zemra juaj nuk po rre më në harmoni me pjesën tjetër të krijimit të Allahut, verbëria shpirtërore. Kur njerëzit nuk shohin dot me syrin e brendshëm zemrën, ata janë si bagëti. Pa nur dritën e Allahut në zemër, njerëzit janë jashtë hapit me kohën dhe Dexhalli do t'i bëjë ata të kërcejnë sipas çdo ritmi. Bëni follow për mos të humbur asnjë video.